Kushdo që dëshiron të formojë qeverinë, duhet të ndryshojë fjalët që ka pasur gjatë fushatës zgjedhore. S'ka më vjetë kuqe, s'mund të ketë si brenda faktorit shqiptar, ashtu edhe në bashkëpunim me pakicat. Prandaj konsideroi se na pret një periudhë vështire dialogimeve, harmonizimeve dhe kompromiseve. Asnjë skenar nuk është i përjashtuar, përfshirë edhe shkuarje në zgjedhjet e reja, duke pas parasysh fortësinë e liderëve politik të Kosovës, nuk është e pamundshme që edhe kjo të ndodhë. Ekziston skenari i marrjes së 3 deputetëve të nismës dhe të krijohet një qeveri që do të ishte me numra minimal, natyrisht duke përfshirë edhe deputetët e pakicës jo serbe, por kjo qeveri do të haste në probleme të mëdha, veçanërisht në sfida si zgjedhjet e presidentit dhe bashkëpunimi me bashkësinë ndërkombëtare dhe veçanërisht me SHBA-n, thekson Muhaxhiri. Edhe sipas analistit politik Arbnor Sadiku, opsioni më real për formimin e qeverisë është ndërmjet lëvizjes vetëvendosje 3 deputetëve të nismës, siç deklaron peshkimi ndonjë deputeti nga partitë e tjera, si dhe komunitetit jo serb. Megjithatë, ai thekson se do të varet nga lideri i vetëvendosjes kryeministri aktual Albin Kurti se a dëshiron qeveri të pakicës deri në zgjedhjet lokale dhe më pas edhe atëherë të organizohen zgjedhje të përgjithshme. Sipas tij ekziston mundësia që lëvizja vetëvendosje të bëjë koalicion edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës, derisa e shehë si të vështirë një koalicion të mundshëm LVV-PDK, lëvizja vetëvendosje. Ata e shohin opsionin që me bërë një qeveri të pakicës. Opsioni mbetet peshkimi i deputetëve të opozitës në rast se nuk do të ketë deputet të mazhorancës, por me kriju numrat. Varet Kurti a do të bëjë një qeveri minimale që deri në zgjedhjet lokale të shkojë dhe pastaj të bëhen zgjedhjet lokale dhe qendrore, apo dëshiron të bëjë një qeveri stabile që me njërin prej partive të mëdha si PDK-ja dhe LDK-ja. Deri tani, sa kam parë unë brenda lëvizjes vetëvendosje dhe më e pranueshme është Liga Demokratike për me bërë koalicion. Deri në të kaluarën kemi menduar se PDK-ja është më e afërt pas takimit të Memli Krasniqit të Albin Kurtit. Si duket, pas zgjedhjes ka ndryshuar lojra dhe lëvizja vetëvendosje i ka bërë blok PDK-s dhe AK-s. Për ata janë më afër LDK-ja dhe nisma nëse i duhen 2-3 vota për me bërë qeverinë e pakicës, thekson Sadiku. Në anën tjetër, politologu Muhaxhiri thot por Kosova Press se aktualisht s'ka asnjë indikacion për formimin e qeverisë nga ana e partive opozitare. Ai e shet si të vështirë një gjë të tillë, siç thot, për shkak të qasjes kokëforte të liderëve politik, ku maksimalizohen kërkesat dhe sa vjet kompromisi për pozitën e kryeministrit. Aktualisht s'ka asnjë indikacion që një gjë e tillë të ndodhë. Janë të njohura këto qasje kokëforta dhe qasjet ku maksimalizohen kërkesat nga të gjitha partitë. S'mund t'i kemi 3 kryeministra dhe 3 president dhe dikush duhet të bëjë kompromis. Me këto qasje deri në momentin e fundit s'do të ketë qartësi, thekson Muhaxhiri. Kryeministri në detyrë Albin Kurti, njëherësh edhe kryetari i lëvizjes vetëvendosje, ka thënë të premten se po presin certifikimin e rezultatit e pastaj të nisin diskutimet për formimin e qeverisë së re të Kosovës.